Protesta do t'jetë nesër prej orës 11 deri në ora 12. I ftojmë të gjithë anëtarët të cilët janë anëtarët tonë, dhomave, sektorëve të ndryshëm, shoqata të ndryshëm, po edhe ata që nuk janë, se të gjithë prekën. I ftojmë të gjithë ata që prekën, që të na bashkangjiten për të mirën e ekonomisë së vendit, për mbrojtjen e qytetarëve të Republikës Kosovës, për shkak se në fund qytetari i Republikës Kosovës ka me pagu si konsumator çmimin e kësaj rritje. E thanë edhe kolegë që janë duke u prek bizneset nga kjo rritje. Efektet e para kanë fillu me ndi, kemi edhe bizneset që mbyll, kemi edhe bizneset që kanë fillu me riorganizu, kanë fillu me i liru punëtorët, por protestat do të vazhdojnë, edhe kam frikë që do të shkojnë duke u bë më tashpra, se sa që kanë qenë tash. Se jënë lodhë edhe bizneset, jënë lodhë edhe punëtorët, nuk është e lehtë, se çdo punëtor e ka një obligim financiar, e ka një familje që mban, 143 familje. 23.000. 143.000, familje janë, pyetje. Kështu që nuk është, biznesi është parasfidës ndoshta më të madhe prej vitit 99. Se pas 60 dite, bizneset e cilat nuk kanë nënshkruar kontratë do të besin terë. Dhe ne për ata nesër do të protestojmë me biznese, jo me qytetarë. Sepse ne do t'i kem kontrol bizneset dhe do t'i kem punëtorët, ka pas protestat të qytetarëve, por nesër qytetarë nuk e kemi bashkuar asaj proteste. Prandaj, e nesërmja është protest ekonomike, biznisore. Është protest që partnerësit tona, pas përfundimit të dialogut me këto institucione, shpërndajna në rrugë.